Përshëndetje miq dhe mirë se vini në episodin e radhës të ekipit I'm Possible. Po ashtu është një solo podcast, sikur herën e kaluar, dhe është një podcast i cili përmban një temë që e keni kërkuar edhe ju, po ashtu edhe ne kemi pas plan për ta shpërndosur bashkë me juve. Ka të bëjë me key levels, me pjesë të çmimit, të cilat janë specifike që çmimi mundet me reagu për një anë në anën tjetër. Këto janë prej pjesëve kryesore të cilat kanë të bëjnë me çmim, jo vetëm me kohë. Kështu që sot kemi vendosur me nda me juve falenderimin general kryesor ja bëjmë për firmës Fundedesk për sponsorimin e këtij podcasti, edhe pa humbur kohë vazhdojmë me videon. Tani si gjithmonë më shihni pak në njërin anë ndërsa chartin e shihni këtu. Pra, te key levels hyn shumë lloje, domethënë të pjesëve specifike të çmimit, por na do të flasim për 3 prej tyre, të cilat mundën me ju ndihmu shumë, edhe po ashtu mundeni mi vrejt shumë në market. E kemi fjalën për imbalancën, order blocking edhe breaker blocking. Këtë fundit e kemi lënë fund për arsye se çdo rëndësi më të madhe prej asaj që çmimi mundet me reagu edhe prej rëndësisë së leximit të çmimit. Pra, kemi të bëjmë me imbalancën, order blocking edhe breaker blocking. Vazhdojmë me të parën, e cila është imbalancën. E kam gjetur parën normalisht se po ashtu bën pjesë në pjesën internale të likuiditetit, domethënë që është imbalanca. Çka është imbalanca? Prej emrit kuptohet imbalancë, domethënë diçka që nuk është e balancuar. Po ashtu disa tjerë i thonë inefficiency, i thonë fair value gap, pra ka të bëjë me një hapësirë që bëhet në rastin tonë përmes 3 candlestick-ave të parit, dytit edhe tretit. Siç po mundeni me pa këtu, jemi me një bearish price action. Ky është prezon candlestick-i numër 1, ky është 2 dhe 3. Midis candlestick-it numër 1 dhe 3 shikoni këtë hapësirë këtu, pjesën e fundit të candlestick-it të parë dhe pjesën e fillimit të candlestick-it të tretë. Këtu është një hapësirë. Kjo hapësirë është kriju për arsye të orders, domethënë që hynë në market kanë qenë qaq të fuqishme që volumi ka qenë qaq i madh që ka kriju një imbalancë. Dhe çfarë ndodh? Për shkak që është pjesë e likuiditetit internal ose vetë likuiditeti internal, në këtë pjesë çmimi prapë e bën një retracement apo si diçka shumë herë përdoret edhe si target, ku mundemi për shembull që shpeshojmë të bearish price action, hymë me një buy dikun edhe targeti jonë mundet me qenë kjo, pse se këtu mundet me pas reagim. Pse? Pra prapë arsye se prapë që po them që është likuiditet. Pra këtu e kemi një bearish price action, edhe kjo është pjesa e imbalancuar. Çmimi pasi që ka shkuar te poshtë, vjen lart, balancohet prapë dhe vazhdon për shembull në direction të bias. Pra, ndërsa një shpjegim po duhet me bëj për imbalancën që kam dëgju një gabim që po përmendën, imbalancat nuk bëhen mitigate. Imbalanca bëhet fill, domethënë është e pambushur edhe bëhet e mbushur. Imbalancat mitigate nuk bëhen. Mitigate do të thotë fjala takohet, preket zona ku më pas mundet me reagu. Imbalanca mundet me bëhet fill edhe me reagu, po kjo nuk bëhet mitigate, është dallim. Pra, qysh e patë këtu një rast bearish price action, këtu e kemi rastin tjetër në bullish. E kemi candlestick-in numër 1, candlestick-in numër 2, 3. Kur jemi bullish, fillojmë prej fillimit të candlestick-it numër 1 dhe fundit të candlestick-it numër 3. Që candlestick-i numër 2, që po shihet këtu, shikoni e ka një hapësirë. Kjo quhet imbalancë, ose inefficiency ose fair value gap. Po, ju mundeni me zgjedh cilin do në lloj të emrit për me zgjedh, më rëndësi është me kuptu çka do me thonë. Pra, imbalancat janë pjesë çmimit që çmimi zakonisht i targeton apo shkon deri atje si një lloj retracement për me bë fill dhe anën tjetër. Përndryshe këto mundën më pas edhe inversion fair value gap, por për këto mundin me folën më vonë, që mbyllën komplet në anën tjetër edhe roli i saj vetëm shkon çish ka qenë bearish në bullish. Po kjo është diçka për me folë për më vonë. Përveç imbalancës e kemi pjesën e order blockit që mund pëlqen goxha shumë. Tani, këtu e kemi prapë një price action që jemi bearish, e kemi order blocking, këtu e kemi një imbalance dhe prapë një candlestick tjetër. Tash, cili është order blocking? Është kjo pjesa këtu. Qa ke dallimi me price action më herët që kete poshtë, se kjo është një bullish candle. Pra, nëse jemi bearish, është një candlestick bullish, ndërsa më poshtë çmimi është duke viju bearish. Ky candlestick i bullish, domethënë është në ngjyrë tjetër,
fokuson në këto. Ky është një order block. Këtu ka pas orders që kanë hyrë në të njëjtën kohë të dy anët, po për këto magjërsisht folim më vonë, edhe domethënë është kriju ky order block këtu. Order blocki që është më high probability është kur ka edhe një imbalans tjetër. Pse? Në bazë logjikës, kur kemi një order block, imbalans, çmimi mund të kthehet si retracement, e bën fillim balancën, e bën mitigate ose e takon order blockin, çish po duket këtu. Kështu, edhe bën fillim balancën, e bën mitigate order blockin, edhe vazhdon anën e njëjtë që ka pas një shku. Pra, më thonë, order blocki është një si lloj definicioni nëse më me qujt, është një pjesë e çmimit që na mund me rreziku për buy ose për sell. Në këtë rast e kemi për sell këtu, këtë rast e kemi për buy. Shikoni këtu pra, candlestick bearish, ndërsa çmimi ka vazhdu bullish, presim që çmimi të rikthehet këtu, e bën një balancën fill, order blockin e bën mitigate, pra e prej, sidomos botit e këtij candlestickit që është order block në këtë rast, dhe në moment që ndodh kjo, na kemi probabilitet më të lartë për me rreziku në këtë rast për buy, në këtë rast për sell. Kjo është order blocki, kjo është një sqarim domethënë i thjesht, po shikoni tregtimet tona, shikoni videot tona të cilit ne i kemi sqaruar çështë, edhe shumë më shumë mundeni me i kuptu. Përveç order blockit, e kemi edhe breaker blockin. Kjo është pak këtu vjen pak një fokus më i madh, po kjo është e rëndësishme edhe në bazë të rëndësisë së çmimit, po ashtu edhe leximit të saj. Pse se ka mundësi që tu, nëse kuptoni mirë, ju e kuptoni prej kur marketi si higher time frame, si lower time frame, prej atij momenti, prej atij çmimi edhe prej asaj kohe, marketi mund të kufijë bullish ose bearish. Thonë, shtirin me këto. Kjo është një bullish example që e kom bo. Pra e kemi këtu një higher time frame key level, pra që bezom që të kemi një higher time frame order block. Në weekly, për shembull. Weekly time frame është bo mitigate, edhe ka ndodhur ky price action, ka ardhur një poshtë, ka dhënë reagim. Këtu fillimisht këta që early buyers, këta që hyn buy më njëherë, janë të manipuluar. Pse? Se këtu merret edhe njëherë likuiditeti, edhe më pas bëhet një lloj displacement në anën e sipërme. Displacement do të thotë një mënyrë energjetike ku çmimi shkon në një anë, domethënë me volum të madh. Tash, ku është breaker blocki? Cila është pjesa e breaker blockit? Breaker blocki është ky candlestick këtu, komplet. Shkrim bardhi për pjesën e djathtë e ky candlestick, që kjo është the high that broke the low. Domethënë kjo është pjesa e lartë që e ka marrë këtë pjesën do optionit, ka marrë këtë pjesën poshtë, edhe më pas që ky candlestick është mbyll, çmimi pas atij candlesticki është mbyllur në mënyrë energjetike në anën e sipërme. Në këtë rast shpeshojmë këtu bullish. Dhe më pas presim që çmimi të vjen këtu prap. Shikoni ku e kom bo këtu botin e këtij candlesticki, breaker block, e bën mitigate, e takon këtë pjesë, edhe presim që çmimi ta bëj një second leg impulsive, do të thonë në anën e sipërme. Qysh po shihet këtu për si lloj me shigjet nashta për me kuptu më shumë, që kemi një higher time frame key level, vjen çmimi fillimisht, ndodh këtë proces, e merr pjesën poshtë, kur kemi displacement në anën e sipërme, ky proces po ashtu quhet edhe si lloj market structure shift. Këtu e kemi breaker blockin që çmimi vjen edhe domethënë vazhdon në anën tjetër. Kjo nuk është rezistenca apo suport, këtu kemi të bëj me një proces që po ndodh, po ka të bëj kryesori me këtë candlestick. Këtu për me funksionu breaker blocki, për me qenë super high probability, janë dy kushte. Duhet me qenë, për t'ja pastroj pak këtu, shikoni këto tre candlesticka këtu. Duhet me qenë kë swing prej weekit, do të thonë e para, e dyta, e treta. Ky candlestick i dytë është më i lartë, psheni? Ky është më i lartë se kjo pjesë edhe kjo pjesë. Kjo është kushti i parë dhe kushti i dytë duhet me qenë, duhet me pas ngjyrën e candlestickit në atë anë që po shkon. Për shembull, në rastin tonë e kemi
rastin bullish, edhe shikoni kjo është e bardhë sikur candlestick tjerë që kanë të bardhë. Dhe për me u tregu edhe bearish që shkon, nëse mundem shtu, vesh një sekund. Po, kështu e kemi njëjtë bearish. Ngjyrat nuk i ndrova, po sa për me bo. Pra, kemi një reagim me një high time frame key level, reagim fail, këtu merret prap ky high ku njerëzit mendojnë që çmimi vazhdon dhe më pas ndodh procesi valid market structure shift, sidomos në high time frame. Ky këtu është breaker block. Pse? Se është swing low, do të thonë është më poshtë se candlesticki anashti të dy anë edhe djathtë më shikoni, edhe po ashtu posedon ngjyrën sikur pjesa që jemi duke shku tash që në këtë rast e bën bearish. Pra, shikoni që tu është breaker blocki që çmimi pretendojmë që vjen me wick, do të thonë me wick mundet me bën diçka si lloj shpimi ose diçka tjetër, për arsye se wicks do the damage body tell the narrative. Por nëse me trup mshelet ma poshtë, do më thonë çmimi këtu, bën me wick, po prap me body nuk munden më mbyll më lartë se kjo pjesë këtu, do të thotë që breaker blocki është duke u respektu. Edhe këtu në moment që na vjen tash dhe bën këtu si një lloj shembull, në moment që na vjen në qitë pjesë çmimi prap, kur do që na vjen, pra këtu ku e patëm key levelin, në qitë pjesë na prisme një kohë caktuar që me hy, do më thonë që të rast sell, stop loss i gjithmonë lartë, sikur safe stop loss për me pas më të mirë, dhe targetoj më pas likuiditetin që ka qenë më poshtë. Kjo ishte një shpjegim sipërfaqësor për disa prej key levelat që kanë qenë imbalanca, order blocki edhe breaker blocki. Cili është më i preferuar për mua është order blocki, se do më thonë e kuptoj në aspektin e hyrjes në tregtim, mas shpesh ti m'bjen me bën order block edhe ju bjen edhe juve, për arsye se vetë çmimi është kësaj, po më i forti key level që kemi përmendur më herët është breaker block, ndërsa rëndësia më e madhe është te imbalanca. Pse? Për arsye se imbalanca është po ashtu likuiditet. Po, do ta bëjmë një epizod ekstra edhe për likuiditetin, bile ndoshta do të më bëjë edhe më herët me kështu me shkruaj si me radhë, po ky smet bëhen këta. Faleminderit shumë që ishi pjesë e këtij epizodi, shpresoj që keni mësuar pak diçka prej meje. Edhe këto që ishini këtu gjithmonë hyni dhe i lypni në chartat e ju. Faleminderit shumë dhe shihemi në episodat e